Altin Pango, Altin Dumani, Troprini me radhë, janë banë prej 5 vitesh, nuk dërgon vendim në gjykatës në apel, në mënyrë që çështja të parashkruhet. E kuptoni? Pra nuk e dërgon, është diku në këto gjykatat e faktit, prej 5 vitesh është dënuar me 6 vite burg, është dhe gjykatësi që ka dënuar, dhe konkretisht me datën 5 i pari 2021, tamam 5 vite, por me qenë se ka dhëndër Altinin, vendimi ti nuk shkon në apel. Duhet të vdes në sirtarët e gjykatës faktit. Ky është vetëm kapitulli i parë, kapitulli tjetër i Altin Troprinit e keni radhën që vjen, por duhet të informoj se nesër zhvillohet një gjyq në gjykatën speciale, në të cilën Irena Gjoka është e paditur për falsifikim, është e paditur për mashtrim, është e paditur për të gjitha veprat penale që ka kryer dhe nga të cilat e egzaneroi në mënyrë të padenjë, në mënyrë antiligjore Altin Troprini. Pas kësaj do vazhdoj një padit tjetër e Altin Troprinit, i cili ndryshon veprat penale sipas xhepit dhe qefit dhe quhen falsifikimin shpërdorim detyre. Falsifikimi është falsifikim në çdo legjislacion të botës dhe ka ndërshkim në vetë. Zoti Berisha, këto fakte sipas jush, pretenduara sipas jush. Jo, pretenduara jo. Janë kështu dokumenta, shifre. Vendim gjyqësor, datë kaq, janë të gjitha siç janë. Po janë të marra nga dokumenta zyrtare. A do t'i depozitoni në SPAK, do kërkoni hetime? Marrë parasysh faktin?